Na zakonisht kem pas me komandant zona, kem pas me komandanti i shtabit qendror, kon Suleiman Selimi, normal ato kem pas gati çdo herë në për vërejtimet pikave, na ka vizitu, na ka për kushtet tona, u mundu me bo më të mirë për neve, por rrethonat që s'ka pas mundësi asaj. Edhe normal edhe komandantat tjerë tani shku ato bataljoneve, të kompanive, të skuadrave, në koranqë, kështu që po, kena pas vizita, kena pas përkrahje, mundësisht që kanë pas mundësi. E vetëmja gjonë që të tregova dhe ma herë që konë që tane kena pas të mangeta përveç guximit, edhe vullnetit për liri. Tjerat kanë qenë, tanë, as ka pas ushqim, as ka pas uniform, as ka pas në burë, në shi, pa ushqim, pa rroba, pa armatim të mjaftueshëm, pa municion të mjaftueshëm, jena mundu me ja dalë. Sot vështirë në tana. S'ka pas asë një gjohë që me thonë, letë, se nuk kena ku të shku në ja hengë për në luft. E kem ditë që për shkojmë luft, e kem ditë që mundë mos më këty në shpe. Kur kem dalë prej shpije, e na përshëndet me familjar që nuk e dita për këthejom. Po që, së di jemi shqër të lirë, së di jemi njetë edhe kështë që nuk ka qenë edhe letë me qëndru gjatë krejt kohës në zënë të luftës, po unë personalisht për veti, jo që s'kom pas zgjidhje se ka mujtë onë me ikë në një vend tjetër, mu largun pak nga zona e luftës, po unë jem lidhë me familje, se shumë bashkëlqytetar të mi, edhe kem desh sa më afër me nejt civilëve popullatës, me ato mundësi që i kem pas, s'po ku me i paralajmëru për ndonjë masakër eventuale që kanë tentu me hi apo diçka, të më thonë me ato mundësi, ose me paralajmëru, ose më mënu me parandalu pak një katastrofë në shta që ka mujtë me ndodha me modho, pse ka ndodhë, mjaftë ka ndodhë në Kosovë, në Drenicë, krejt tërveç shqiptare.